Kur gjithë kanë vendosur të largohen, fshatit pothuajse është i braktisur, Po. ti ke vendosur të shndrosh. Po. Pse? Dëshira do më thënë që unë e kam jetuar këtu në fshat dhe gjithmonë më kam mbajtur pasionin që të jetoj këtu. Në profesion jam infermier, por merrem me të gjitha punët e fshatit. Çfarë zonash mbulon? Domethënë këtu janë vetëm 7 shtëpi. Unë si infermier jam në 3 fshatra, jam në Luaras. Ka është një fshat tjetër që është më anë, domethënë është goxha larg. Selenica Pishës është fshati më i lartë në zonën e Kolonjës, është diku 1400 metra mbi nivel deti. Është një fshat prapë më poshtë që është Psari i Zit, mbuloj 3 fshatra njëkohësisht, domethënë me ditë caktuar. Mban mend në rast kështu domethënë emergjent, në rast vështirë që Po ka pasur raste, ka pasur disa domethënë që kanë pësuar infarkt ose para infarkt. Por fatmirësisht 2-3 raste që kanë qenë e kanë kaluar. domethënë ti ofron ndihmën e parë, pastaj lajmëron ambulancën. Po, e konstatoj si rast, ndihmën e parë që në moment dhe direkt urgjencën të mundësinë që të lëvizë sa më herë. A është e vështirë ti kapësh gjithë ato zona, distanca të largëta, rrugët të vështira? Është e vështirë, jo e pamundur, por janë edhe raste domethënë të pakta se janë pak njerëz, por janë edhe raste gjithmonë të papritura, sepse nuk ndjet kur ndodh diçka me shëndetin. Ka raste që ndodh në mes natës kur është mbuluar me dëbor vendi për shembull. Ka pasur raste domethënë që ju shkojmë në ndihmë se s'është edhe në një rrugë e hapur ose ka pa mundësira për të shkuar domethënë natën ose njerëzit që kontaktin e parë kanë me neve na njoftojnë ose në ditët që janë pushim ose që janë ditë fundjavë kanë marrin kurrë para për të mos i bërë atje shkojmë u bëjmë në për familje se s'është. Ti je rreth 30-ave. A Po. ke menduar ndonjëherë për shembull që të largohesh, mos jetosh këtu, të gjesh një mundësi më të mirë në qytet? Unë kam menduar që të largohem, por jo të shkëputem asnjëherë nga këtu. Të jem gjithmonë në kontakt me pjesën e Të shkosh e të vish. Po, më shumë nga çdo gjë, gëtohem në fshat, nuk dua të lëviz në çdo vend, pakoj gjë, por pastaj prapë oksigjenin të madh këtu e gjej. A gjen këtu. Po. Mundësira për punë ka kudo, nëse do të punosh ka mundësinë, s'ka ndonjëherë fund as që të arrihet kulmi i lumturisë, s'ka, besoj se ka kush që mund të arrijë, sado që të jetë në krye, prapë kërkon akoma më shumë, kështu që ka mundësi prapë pa fund, ka mundësira të punoj me çfarëdo lloj pune e nxjerr një jetesë të mirë, për kushtet që janë sot. Domethënë jetesa mund të bëhet kudo që ti jesh. Për mua absolutisht. Me çfarëdo lloj pune jetohet dhe me një punë mund të jetosh. Për shembull, a ke shok ti që të thonë pse s'vjen në qytet ti tosh me ne, pse rri atje? Po, ma dhe për shkak profesionit kam gjithë njerëzit kundra që thonë pse rri këtu ja. Me këtë ndjem mirë sepse ju jap një pjesë mbështetje që nga njerëzit tim në radhë të parë, sepse s'janë në një moshë që dhe mund të lëvizin, edhe të gjithë njerëzit e tjerë të afërmit apo kushdo i shoh. Plus që ndjem vetë mirë edhe me profesionin edhe me punët që merrem, me bletarinë ose me bujqësinë ose me të gjitha çfarë në fshat merrem. Ky është një mesazh i mirë edhe për gjithë ata infermierë që janë larguar në Gjermani apo jo, se më shumica largohen. Patjetër, unë kam pasur oferta që pa mbaruar shkollën, por unë e kam refuzuar direkt, domethënë se kam qenë gjithmonë kundra emigrimit. Po të përpiqesh, domethënë ja del kudo që ti jesh. Me pesimizëm sa rjet asnjë gjë.